Mirë mbrëma të dashur shikues e emisionit prive. Sonte është shtunë dhe ja ku jemi takuar sërish bashkë në orën 19 me emisionin tonë dhe tuajin, që bashkë do t'i ndajmë në vazhdim materialet e përgatitura enkas për ju, për artistët tanë dhe për fytyrat publike, për të rejat e tyre dhe ato se çfarë kanë bërë gjatë javës që kemi lënë pas. E mbrëmjen e sënë për nisim me një këngëtare shumë të veçantë, e cila javës që lënë pas ishte krye titull në portalet tona. Mjafton vetëm 5 minuta për të aluduar apo dyshuar diçka dhe bëhesh lajm gjithandej. Mirë po ne sonte do të flasim për krejt diçka tjetër. Në vazhdim do të keni rast të ndiqni një historia të shkurtër sa i përket këngëve dhe karrierës së Tuna Sejdiut, e cila sonte do të keni rast të shihni edhe disa pamje ekskluzive të spotit më të ri, i cili do të dalë në YouTube pas emisionit prive. E ndjekim bashkë në vazhdim Tuna dhe projekti i saj më i ri, Bermuda. Ishte pikërisht viti 2013 kur Sejdiu arriti kulmin e karrierës së saj me superhitin Phoenix dhe bëri në një formë ose tjetër të jetë e parëreqme për të tjerat. Suksesi ishte garantuar për disa vite me radhë për këngëtaren, duke bërë yllin shqiptar më të kërkuar. Hiti ku si kryefjalë ka zogun arriti të ketë në kanalin e këngëtares në YouTube jo më pak se sa 31 milion klikime. Një klip i punuar detajisht. Një dukje e të dy këngëtarëve ishte diçka e re për estradën shqiptare. Çdo gjë mund thuhet që po i afrohej perfeksionit. Jo më shumë se një vit dhe Altuna erdhi në bashkëpunim me reperin Getar Selimi me këngën MMV. Këngë kjo me një klip me investime marramendse. Veshje e stilime nga trendet e fundit, por kishte diçka që mungante për t'i dhënë kahjen e një superhiti. Kjo e bëri në një formë ose tjetërën që dyshja mos të kenë suksesin e kërkuar. Ky projekt mund themi që eci në suazat normales, duke u dëgjuar kështu mbi 11 milion herë në kanalin e YouTube-it. Tetori 2014 se soli këngëtare në një projekt solo pas shumë kohe. Pardon titulloi kënga që na shfaqi Bjondën në një tjetër formë. Stil të veçantë në veshje, me copa pasareash nga marka ndërkombëtare, KTZ. Një koreografi të mirë menduar e gjithashtu një ambient i veçantë për klipin. Tuna me Pardon edhe një herë vërtetoi feminitetin e saj dhe luftën për një femër të fortë dhe të pamvarur. Nga data e publikimit deri më sot, ky projekt i saj ka afro 6.5 milion shikime. Pas Pardonit, këngëtara ishte pjesë një shfaqje televizive në Shqipëri. Patenta Dancing with the Stars ishte pikërisht ajo që donte me çdo kusht pranishme yllin në çdo të shtunë kanalet e Shqipërisë, Maqedonisë e Kosovës. Altura e fitoi çmimin e parë dhe nga përvoja atjeshme vendos që sjell produktin Nobody There. Kënga realizuar në Angli, ndërsa klipi me një show për të vërtetuar që rastisht nuk e mori çmimin e parë. Tuna e dinte se kënga nuk do të jetë një superhit, por thjesht e bëri për shijen e vet. Hola, 10 milion, ishte kënga që e solli përsëri atë në bashkëpunimet e dikurshme. Ajo dhe Kozmën u bën bashkë sërish në një projekt. Hola ishte xhiruar pas klipit të Tunës me Fatman Scoop. Ata muajt fillim verës ishin të stërngarkuar për këngëtarën, presion për këngët e reja. Prurjet që ajo do të binte në një formë ose tjetër do të vendosin se çfarë do të ndodhë me karrierën e saj. Kënga Knocks Me Out ishte bashkëpunim që i ishte ofruar këngëtarës edhe pse ishte e ditur që ritmi i saj ishte shumë ndërkombëtar për t'u pranuar në tregun tonë. Madje teksti në gjuhën angleze nuk ishte diçka që atkoh pritej nga këngëtarja. Fundit projekt solo ishte kënga dy tima që e sollën këngëtarën një kryqëzim medial për tekstin që ajo këndoi. Gjithsesi, nuk kaloi pa vlerësuar për stilin dhe mënyrën e realizimit të klipit, gjë që e bën Tunën sërish të veçantë. Zemra e kënga që u planifikuar të jetë prezente në publikun shqiptar në fillim të qershorit të këtij viti. Por shumë arsye bën që kjo këngë të shtyhet deri më datën 23 shtator, edhe pse kishin përfunduar gjinimet e klipit. Në këngë po punoi që të cilë pikërisht e duara para publikut të dy palëve. Jashtë karrierës,
Artistja e javën që e lan pas konfirmoi për prive lidhjen e saj me muzicientin Patrice Berisha, e në të njëjtën kohë aludua për një shtatzani të moshme, por që asnjëri prej tyre deri më tani nuk kanë deklaruar diçka publikisht.